Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Rrëfi me Jete. Sot pranë jush do të vim me një rrëfim tepër të ndjerë, fjalë të dhimbshme, të shkruara nga një nën, nga një cep i azilit në Tiranë, ku më e papritura realisht ndodhen në jetë. Kjo jetë është surprizuese, nga planet që ne bëjmë me atë që Zoti shkruan, janë krejtësisht tjetër gjë, por e dhimbshme është fakti që kjo nën ka dhe një vuajtje edhe më të madhe. Domethënë përpos në fakti që nusja e ka nxjerrë nga shtëpia, nuk e respekton etj, kjo nën ka dhe një peng tjetër. Ajo shkruan kështu: Unë jam një nën, dhe ndoshta këto janë fjalët e fundit që po i shkruaj. Më thrasin të gjithë nën shpresa. Nuk e di a është ironi e madhe kjo apo jo. Sepse sot shpresa ime është venitur pothuajse krejt. Jam e ulur në një dhomë të ftohtë në azil. Dritarja është e vogël dhe nuk hapet plotësisht. Nga jashtë dëgjoj zëra. Njerëz që jetojnë, që qeshin, që kanë dikë që i pret në shtëpi. Ndërsa unë jam këtu duke numëruar ditët. Mjekët më thanë se kam kancer. Nuk më thanë sa kohë më kam mbetur, por në sytë e tyre e pash të vërtetën. Nuk ka shumë kohë. Por ajo që më dhëm më shumë nuk është vdekja, është mënyra si po e pres atë. E pres e vetme. Kam qenë një nën që kam jetuar vetëm për fëmijët e mi. Kam kaluar net pa gjumë, kur ata ishin krejtësisht të smurë. Kam punuar pa u ndalur, edhe kur trupi mua më dorëzohej. Nuk kam kërkuar asnjë gjë për veten. Vetëm që ata të jenë mirë. Kjo ka qenë dëshira ime. Djali im ishte gjithçka për mua. E rita me duart e mia. E ushqeva me bukën që ndonjëherë e hiqja nga goja ime. Kur ishte i vogël më thoshte: "Nan, kur do të rritem, unë do të kujdesem për ty." Dhe unë e besoja çdo fjalë të tij. Por jeta ndryshon, e njerëzit ndryshojnë. Kur u martua, unë u gëzova shumë. Mendova se po shtohej familja jonë. Jo që po e humbisja djalin tim. Nusja erdhi në shtëpi dhe unë e prita si vajzën time. I dhash dashuri, i dhash respekt. Madje ndonjëherë edhe më shumë se sa duhej. Por ajo kur nuk më pasi nën. Për të, unë realisht isha një barë. Në fillim ishin fjalë të vogla, shikime të ftohta, heshtje që dhëmnin më shumë se çdo fjali. Dhe djali im filloi që të ndryshonte. Nuk më fliste si më parë, nuk më pyeste se si isha, nuk më shikonte më edhe në sy. Dhe unë e kuptova, por heshta. Sepse një nën gjithmonë hesht në të vërtetë. Për të mos prishur jetën e familjes së saj. Pastaj erdhi dita që nuk do të haroj kurrë. Isha sëmur, trupi më ishte dobësuar, nuk mund të bëja më punët si më parë, dhe një mbrëmje, nusja tha fjalët që më prenë shpirtin. Duhet që ta çojmë në azil. Nuk mund të kujdesemi për ta. Unë e pash djalin tim,
prisja që ai të thoshte diçka, të më mbronte, të thoshte, jo, kjo është nëna ime. Por ai uli kokën dhe heshti. Ajo heshtje më vrau më shumë se çdo sëmundje. Ditën që më solle këtu, unë nuk qava para tyre. U përpoqja që t'jem e fort, i përqafova dhe u thash, mos u mërzisni për mua, do t'jem mirë. Por sa po u mbyll dera, unë u rëzova. Qava si një fëmijë, sepse nuk isha më nën në ato moment. Isha thjesht një grua e braktisur. Pikërisht po, këtu në azil. Ditët janë të gjata, njerëzit vinë e ikin, disa nuk zgjohen më në mëngjes, dhe çdo herë që ndodh kjo unë mendoj, a do t'jem unë tjetra? Por unë nuk kam frikë nga vdekja, kam frikë nga vetmia. Kam frikë se do të mbyll syt pa e parë edhe një herë djalin tim, pa e dëgjuar të më thotë oj nën. Kam frikë se do t'iki nga kjo botë pa një përqafim. Çdo ditë e pres, çdo ditë shikoj nga dera, duke menduar se mos do t'hyjnë ai, por dera hapet vetëm për infermieret. Ose për ndonjë vizitor të dikujt tjetër. Për mua nuk vjen askush. Natën kur të gjithë flën, unë flas me Zotin. I them, mos më merr akoma, më jep edhe pak kohë, vetëm sa ta shoh edhe një herë djalin tim. Ndoshta kërkoj shumë, ndoshta jo, por sepse një nën nuk kërkon pasuri, nuk kërkon gjëra të mëdha, kërkon vetëm dashuri. Nëse djali im po e dëgjon këtë, dua t'i them diçka. Biri im, unë nuk të mbaj më ri. Edhe pse më dhëmba, edhe pse zemra ime është të copë, unë të fal. Sepse kështu është zemra e një nëne, fal gjithmonë. Por nëse mundesh eja edhe një herë. Nuk dua asgjë tjetër, vetëm të shoh e të prek. Dua të prek fytyrën tënde si dikur më parë edhe të them të dua. Sepse ndoshta nuk do të kem një tjetër mundësi. Edhe kur të mos jem më, mos haro. Dikur kishe një nën që të deshti më shumë se jetën e saj. Në fakt, kjo është letra e zonjës Shpresa, e cila ka dashur që t'ja adreson djalit të saj, do me thënë kjo nën vuan nga kanceri, edhe është duke vuajtur njëkohësisht edhe një tjetër gjë, do me thënë largimin nga shtëpia, jetesën në azil që realisht nuk është e lehtë, do me thënë të punosh, të investosh me vitet të tëra, dhe më në fund të shkosh në azil, sepse nusja nuk të do, kjo është pak e dhimbshme, por ajo nëpërmjet kësaj letre dëshiron t'i dërgojë një mesazh të birit që ndoshta, jo sot, po në një prej ditëve mund t'i bijë në vesh, edhe mund të reflekton për të ikur të takon nënën e tij, që sot më është jashtëzakonisht e smur.